Dhe mendoj që me kohë, me përvojë vjen e arrin këtë nivel, sepse nuk është as pak e lehtë. Unë i mbaj mend plot raste, në fillim kur kam filluar me qenë gazetare, përndryshe ka 20 vjet që raportoj në bazë auditore dhe më ka rënë me raportu prej terrenit, prej ngjarjeve më të ndryshme. E mbaj mend një herë kur kam shkuar me një kolegën tam, e cila ishte e përcjell varrimin në një djalë të ri, po flas para 20 vjetëve, që kish vdek ose ish vrarë, nuk e di sakt. Nuk jam e sigurta ka qajt në ana vet më shumë on. Do me thonë ka qenë tepër e vështirë. Edhe kom kalu në për plot faza për me mbri deri këtu që me ditë me menaxhu këtë gjendjen tonë emocionale. Ka pas edhe raste kur unë kom qajt edhe në studio, do me thonë, pavarësisht që nuk është shumë profesionale kjo, por në fund ditës ne jemi njerëz. Edhe kemi edhe emocione, edhe ndonjëherë muj me ndjen një lajm shumë keq, me përjetu shumë keq. Nuk do me thonë që ke bo gabim ose që ku me di qa o bo pse ke qajt në studio. E mbaj mend rastin e Ortekut në Rëstelic, që pa të mbyt patlon shumë viktima, edhe momenti kur vajza Amsera ka qenë 5 vjeçë nëse s'ka bojnë atë kohë të raportimit, ekipi i klanit ka qenë aty, edhe ka kap momentin e shpëtimit të vajzës. Tash unë isha në studio, edhe kur e kam pa atë moment, edhe kur e kam bërë qëtë raportim, normalisht e kam qajt, nuk kam, do me thonë, në studio live. Po të kjo ish pak ma ndryshe, ose nisa me mësu me menaxhu edhe emocionet e mia edhe vetën, edhe në anën tjetër, punojsha pak ma shumë me vetën, me thonë që veç pak se kur kur hynë në studio, ti duhet e ki, puna jote është me raportu, jo me qajt, jo me na tregu çfarë emocioni duhet me pas na. Po realisht po konsiderojnë Aile që ka qenë edhe një shok emocional për ty edhe për komplet për ty se kam trajtu. Besoj që ide shumë e mirë me majtë seanca psikologjike, se me shumë gjas mundet me qenë një traumë që mu ka... Po, për shkak se kur e tregove rastin e Rëstelicës dhe ati djali dhe më thonë të ri që rastin e vdekjes dhe këto raste që ti nuk e mujt me menaxhu veten për shkak se kanë qenë të papritura. Ndërsa Covidi ka qenë dhe më thonë rast komplet tjetër për shkak se ideja jote ka qenë që gjithë njerëz që po të shikojnë të friksuar. Po. Edhe e ke marrë një farforme barrën e gjithëve. Po, por në asnjë mënyrë s'ka mendu me u tërheq. Jo, asnjëherë, jo kur. Në fakt hala se mendoj me u tërheq. Mendoj që hala duhet me kontribu pjesë e gazetarisë, a ndron forma e të bamit gazetari edhe mënyra çka bën, a je në terren, a je në studio, a je në menaxhem, është çështje tjetër, por me qenë pjesë e gazetarisë, do me thonë me i përjetu edhe me gjetë mënyra me i te kalu edhe këto sfida, edhe rreziqet, edhe gjithçka që mundet me dalë përpara. A ka pas në moment edhe qesharak, se okej, e dim që ka qenë situatë shokuese, alarmante, trishtuese për krejt ne, po gjatë periudhës raportimit, a ka pas në moment që ka mujt me tinglu dhe qesharak, edhe pse nashta shumë zor me gjetë një të tillë, po ka njëherë din momente, dhe më thonë, jeta është e tillë që edhe në momente, dhe më thonë, ma jo të mira, ndodh diçka, bën dikush diçka. Po, e vërtet, në fakt mendoj që ka pas plot momente tilla, besoj që ka pas, po që momentalisht s'është që po më kujtohet ndonjë qesharak, po që kemi pas të paprituna plot edhe në studio edhe live, po, e diskutu ma herët sa shumë strikte kanë qenë ato rregullat që ishin vendosë. Dhe dirisa kitë bota ishë mbyllë mrenda, na pa tjetër kemi pas medal. Kanë qenë disa kategori stafi shëndetësor, gazetarët, mediat që duhet me informu qa pëndodh, marketet nëse nuk gaboj farmacit kanë qenë të hapuna. Disa kategori të kufizume, disa sektore. Dhe po ka pas masa të repta. Kemi punu me dorza, kemi qëndru gjatë gjithkohës me maska, distancën u dash me pas 1 metër nëse zgaboj ka qenë. Ajo distanca e vendosun prej KSHPK-s në emër të rregullave, edhe me një moment e patëm telefonu, ka qenë Armend Zema i ministër në atë kohë i shëndetësisë. Telefonu për një lidhje live me Skype ose Viber ose veç me telefon, nuk ka me rëndësi, nuk e di që kemi komuniku me ta, por e di që me një moment u nervozu, nuk e di për çfarë arsye, po e pati një farë nervoze në raport me neve. Tash puna jonë ish me bo pyetje, edhe natyrisht që mu së më intereson nëse pyetja e mi pengon ati, ose kujdo qoftë, po ka mundësi edhe që e ka pas edhe ajni që si dite si on, që ka qenë emocional, ose i ka mungu dikosh, ose ka pas na i vështirësi në punë, nuk e di, por reagimi ti ka qenë i ashpër, jo shumë i natyrshëm
në raport me natyrën e Armendit. Edhe në një moment po na thot, edhe ju vet pak po e ngrizoani, po vërtet, po thot, edhe ti me Shkodranin jeni të mos i respektu rregullat që i kemi vendosur na. Na më thon, cilat rregulla nuk jemi tu i respektu? Tha, që sa afër jeni njëri me tjetrin tu raportu na, është e vërtetë që ishim në një studio, por klani studiot i ka gjigante, i ka shumë dhaj, edhe ajo tavolina është besoj 3 metra e gjatë, distanca mes neve na kemi qenë njëri në një çoshtë të tavolinës, tjetri në skajin tjetër. Edhe pi them, apo don me të bind që na kemi distancë, Shkodrani është i gjatë edhe durt i ka të gjata gjithashtu. Ta Shkodrana ma jep dorën, ta shohim a mundemi me mbri durt njëri me tjetrin. Edhe s'po mundemi, po mbet hapësirë në mes. Thash, apshet që nuk jemi tu i shkel na rregullat. E ka pas plot momente të tilla që njerëzit për plot arsye provojshin me të sfidu dikon, me të gjetë diçka.